me sëmundje caktuara. Fruthi këto ditë po përflitet, po dalin lajme, por në këtë botën e informimit gati çdo gjë po bëhet clickbait ose për t'u klikuar. Të japim një pasqyrë reale se çfarë po ndodh në vendin tonë, ka vend për shqetësim apo jo? Cila është pasqyra kohët e fundit me fruthin? Ka vend për t'u shqetësuar apo jo? Unë besoj se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në mënyrë të vazhdueshme përcjell situatën epidemiologjike me frut dhe me sëmundjet e tjera ngjitse në Kosovë dhe në rajon, dhe do t'i kisha rekomanduar të gjithëve që informatat e sakta t'i marrin pikërisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Sa i përket aspektit klinik, pra të smurëve eventual me frut, për momentin ne në klinikën infektive nuk kemi ndonjë pacient të shtrirë që është i diagnostifikuar apo që është i dyshuar nga sëmundja e frutit. Dhe madje tani për tani ne nuk kemi fare të themi bëjmë një shqetësim për sa i përket aspektit klinik të kësaj sëmundje. Pra nuk është asgjë për të shqetësuar kur askush nuk është aty i shtrirë fillimisht në klinik. Unë mund t'ju them që gjatë kësaj periudhe, këta 3 muajt e parë të këtij viti 2025, kemi pas 5 raste gjatë muajit janar, 2-3 raste në fillim të janarit dhe 2-3 raste tjera në fund të muajit janar, ku të gjithë këta fëmijë janë shëruar dhe janë lëshuar në shtëpi, ndërkohë që herën e fundit, nëse kujtohet, kemi pas dikon vitin 2018 një epidemi pak më të madhe të frutit në nivel të vendit dhe po ashtu ka pas edhe në shtetet e tjera, veçanërisht në rajon. Ndërkohë që prej asaj kohe, aty këtu ndonjë rast sporadik, mirë po jo ndonjë gjë për të shqetësuar. Asgjë për të shqetësuar. Mirë, ta diskutojmë gjithësisht problematikën e frutit edhe ndër arsyet ndoshta pse rritet ose zvoglohet numri. Fillimisht shumica e njerëzve e konsiderojnë si një sëmundje e cila është e lehtë të kalohet në fëmijëri. Është e tillë apo edhe fruti mund të ketë komplikime? Në përgjithësi fruti konsiderohet si sëmundje e lehtë, pra hyn në grupin e sëmundjeve jo shumë të rënda, megjithatë në raste të caktuara fruti mund të ndërlikohet me pasoja ose mund të lërë pasoja të ndryshme, varësisht nga gjendja imunologjike e pacientit, në këtë rast të fëmijët, sepse fëmijët janë ata që preken më së shpeshti nga fruti, po edhe nga koha se kur potencialisht ata infektohen me frut, pra varësisht nga mosha. Në përgjithësi, pra fruti është një sëmundje, ne e quajmë vaksinë preventabile, pra që mund të prevendohet, mund të parandalohet përmes vaksinimit të rregullt të fëmijëve. Ndërkaq në rast se fëmijët nuk janë vaksinuar dhe bijnë në kontakt me virusin e frutit, ata domosdoshmërisht do të smuren nga fruti, sepse virusi i frutit është mjaft kontagioz, është mjaft infekcioz dhe